Me të vërtet falënderimet I takojnë Allahut, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut të lartësuar të na ruaj nga e keqja e veteve tona dhe nga dëmi I punëve tona të këqija. Atë njeri cilin Allahu I madhëruar e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush e humb, dhe atë njeri cilin Allahu I lartësuar e lën në humbje nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj e deklaroj se nuk meriton të adhurohet veç sa Allahu I vetëm dhe I pashok, dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo që pason në rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Të nderuar besimtar, në hutbën e sotme, predikimin e sotëm do të e kemi me temë predikimin e sotëm 7 net nga Ramazani kaluan. 7 net nga Ramazani kaluan. Të nderuar besimtar, sot kemi arritur në ditën e 7 të Ramazanit. Një javë që kaloi si orë, netët që I ikën shpejt dhe orët që u tretën si qaste. Dikujt prej nesh mund I vi në mendje një pyetje natyrshëm, e të thotë a është e vërtet se një javë ka kaluar që kur filloi Ramazani, a me të vërtet iku prej tij një javë pa u ndier në këtë mënyrë? A është e vërtet apo është iluzion? Para një jave, në xhuman e kaluar, nuk e kishim nisur Ramazanin, dhe sot ja të kemi me 7 ditë dhe 7 net të ikura prej tij. Dhe kështu shpejtësia e kalimit kohës dhe rrjedha e shpejtë e jetës e bën njeriu të ndihet sikur është në ëndër, por kur reflekton, kupton se është në realitet dhe I kujtohet fjala e Zotit madhëruar, që thot për Ramazanin eyyame ma'dudat, ditë të numëruara, për të larguar prej njeriut frikën për adhurimet, të cilat kalojnë shpejt dhe lodhja tyre harrohet, por në fund ose ngel shpërblimi për atë I cili ka qenë korrekt me adhurimet dhe I shpërgjigjur Zotit, ose ngel gjunahu për atë I cili ka qenë I shkujdesur dhe është trembur dhe I ka lënë mënjan adhurimet e Allahut vlerësuar. O musliman, ditët dhe netët punojnë mbi ne, lënë gjurmë mbi ne, por çfarë kemi bërë ne në to? Çfarë ne kemi lënë dhe çfarë kemi punuar në këto ditë dhe në këto net? Betojmë në Allahun e lartësuar se ato nuk na presin dhe neglizhenca jonë nuk ndikon në rrjedhën e tyre. Vazhdojnë, ecin. Nëse secili prej nesh do të kthente kokën mbrapa në jetën e tij, do të çuditej se si 10 vite kanë kaluar sikur të ishin muaj. 10 vite për disa prej nesh kanë kaluar sikur të ishin muaj. Ditët janë shkrirë si orët, e orët janë shkrirë si qaste. Dhe kështu vazhdon derisa të mbarojë jeta dhe të vi momenti I fundit dhe secili prej nesh të vdes. Secili prej nesh të vdes. Ashtu siç kanë vdekur ata që ishin para nesh. Sikur se këtë Ramazan kemi hyrë duke mos pasur mes nesh disa njerëz, të cilëve u ka ardhur fundi para se të arrinte ky muaj. Ashtu vdekja do të marrë të tjerë prej nesh deri në Ramazanin ardhshëm, dhe ky është realiteti I jetës. Prandaj ai që ka arritur Ramazanin dhe është udhëzuar që t'i bindet Allahut lartësuar, për Allahu I lartësuar ja ka bërë rizq që ta adhurojë Allahun dhe ta agjërojë Ramazanin dhe të bëjë punë të mira. Çdo ditë agjerimi dhe çdo natë që ai qëndron në adhurim është për të një fitim. Është një fitore e madhe dhe një pasuri e bujshme. Prandaj, të nderuar besimtar, shfrytëzimi I kohës në Ramazan është çelës I suksesit. Në përfitim nga çdo sezon shpirtëror, pra nëse njeriu është çelësi I suksesit, nëse njeriu e shfrytëzon mundësinë që Zoti I jep në çdo sezon të madh shpirtëror që Allahu I lartësuar na bën rizq. Çdo orë është një mundësi. Çdo lëvizje e gjuhës, çdo hap I këmbës, çdo shtrirje e dorës që mund të bëhet, nëse bëhet me qëllim të sinqert në Allahun e lartësuar, është një mënyrë për të fituar shpërblime dhe për të ngritur në shkallët e xhenetit. Çdo punë e mirë, çdo lëvizje e mirë që bën në përditshmërinë tënde për hir të Allahut të lartësuar. Nëse dikush nuk është duke u falur,
për shkak se ndjen për taci, le të jetë duke lexuar Kur'anin. Pra nëse nuk mundesh të falësh namaze vullnetare, atëherë lexo librin e Allahut të lartësuar. Nëse ke përfunduar pjesën tënde të leximit, atëherë angazhohu me dhikr, me përmendjen e Allahut të lartësuar. Përmend Zotin. Nëse pas dhikrit gjen energji, atëherë bëj lutje. Lutju Allahut të lartësuar për të mirat e dynjas dhe ahiretit. Lutju Allahut të lartësuar. Nëse bën diçka për veten në aspektin e adhurimeve dhe e shikon dhe je i kënaqur me veten, apo ndoshta edhe e shikon veten neglizhent dhe të lodhur në aspektin e adhurimeve, të cilat janë për përfitim personal, atëherë përpiqu që mirësitë tua të i kalojnë ty, të bësh të mira, të cilat u sjellin dobi të tjerëve, ndaj nga jeta jote, ndaj nga pasuria jote, ndaj nga mundi jot për të bërë mirë të tjerëve në mënyrë që të shpërblehesh. Prandaj ushqe agjëruesit, qoftë edhe një agjërues. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, kushdo që jep iftar një agjëruesi, ka shpërblim sikur ka agjëruar edhe vetë si ai. Pa ju paksuar agjëruesit shpërblimet e tij. Pra nëse ti shtron iftar një agjëruesi, merr shpërblim sikur ka agjëruar edhe vetë në atë ditë. Dhe agjëruesit nuk i paksohen shpërblimet e tij. Ndihmoj të varfrit. Bëj një pako me ushqime dhe çoja fukaraj. Dhe unë motivoj atë iniciativë që njëri prej vëllezërve tanë, që punon berber, e mori në fillim të Ramazanit për të bërë pako dhe për shpërndar për fukarejnë, kush dëshiron mund t'i bashkangjitet që t'i lumturojmë dhe t'u lehtësojmë hallin sadopak në këtë muaj begat njerëzve të cilët kanë nevojë. Pra shërbeu nevojtarëve në këto çështje të mira në mënyrë që të sjellësh gëzim në zemrat e tyre dhe të shpërblehesh shumë nga Allahu i lartësuar, për të cilin profeti sallallahu alaihi wasallam tregon dhe thotë, puna më e dashur tek Allahu është të fusësh gëzim në zemrën e muslimanit. Dhe njeriu më i dashur tek Allahu është ai që është më i dobishëm për njerëzit e tjerë. Pra këto janë mësimet e Islamit madhështore që na mëson Islami ne dhe na nxit për to. Ai që arrin të ndërtojë veten me adhurime dhe sjell dobi për të tjerët me bamirësi dhe mirësjellje, i tillë është i suksesshëm dhe udhëzuar dhe ka arritur një gradë të madhe. Sepse xheneti, mirësia, shpërblimet e Zotit janë të ndryshme, nuk janë të një grade. Xheneti ka shkallë të ndryshme dhe distanca mes një shkallë dhe një shkallë tjetër në xhenet është si distanca mes qiellit dhe tokës. Dhe natyrisht që ata që do të futen në xhenet nuk janë në një grad, nuk janë të gjithë njësoj. Prandaj njeriu përpiqet që të ngrihet sa më lart tek Allahu i lartësuar në shpërblim, të jetë sa më lart në vend banim në xhenet. Allahu i lartësuar natyrisht që nuk i barazon ata të cilët janë gjithmonë përparimtar në mirësi, që shpenzojnë për hir të Allahut, që lodhen për hir të Allahut, që kanë qenë të përkushtuar në falje, në adhurime, dhe të tillët Allahu i lartësuar nuk i barazon me ata të cilët kanë qenë përtac, të neglizhuar, pra neglizhent, të pavëmendshëm dhe të ngadalt dhe gjithashtu dorë shtrënguar. Nuk krahasohen të parët me të dytët. Ebu Malik el-Ash'ari radhiyallahu anhu, prej sahabëve të nderuar, transmeton se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: në xhenet ka dhoma që brendësia e tyre duket që nga jashtë, dhe pjesa e tyre jashtme thot duket që nga brenda. Allahu i ka përgatitur ato thot për ata që flasin but. Pra këtu profeti sallallahu alaihi wasallam përmend disa punë të cilat i bëjnë njerëzit të meritojnë këto dhoma, këto vila, këto kështjella të xhenetit. Thot Allahu i lartësuar i ka përgatitur ata për ata që flasin but, që ushqejnë të tjerët, që mbajnë agjerimin rregullisht dhe që falen natën kur njerëzit janë në gjumë. Pra njerëzit e tillë nuk mund të krahasohen me njerëzit të cilët thjesht pretendojnë jemi besimtar dhe kaq. Hadithi është e Bejhaqiu dhe sakson Sheikh Albani. Dhe gjithashtu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu transmeton dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: banorët e xhenetit, pra jemi brenda xhenetit tani. Thot do t'i shohin ata që janë në dhomat e larta, el-ghuraf,
në dhomat e larta të sipërmet, do t'i shohin si për tyre ashtu si shihni një yll të shndritshëm të largët në horizontin e lindjes apo perëndimit. Si shikojnë yjet në lindje apo në perëndim, larg, kështu do të shikojnë banorët e xhenetit disa njerëz që janë në dhoma, në kështjella atje lart, shumë lart tyre. Për shkak të dallimeve thot në gradat e tyre. I thonë i dërguari i Allahut, a janë ato vende të posaçme për profetët e Allahut, për të dërguarit e Zotit, që nuk mund t'i arrijë askush tjetër veç tyre? Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, jo, thot, pasha atë në dorën e cilit të shpirti im. Ato janë për ata njerëz që besuan Allahun dhe pasuan rrugën e profetëve. Besuan Allahun dhe pasuan rrugën e profetëve. Pra dhe besimtarët e mirë dhe të devotshëm që përpiqen për punë të mira, do të jenë në këto grada të larta krahasuar me të tjerët, dhe hadithi është tek Buhari dhe Muslimi. Të nderuar besimtarë, kushdo që e kupton me koshiencë se është në ditë të çmuara dhe net begata, do të kujdeset për to, do të shfrytëzoj sa më mirë për dobinë botën tjetër. Dhe kush t'i vetëdijshëm për këtë, nuk do t'u jap mundësi hajdutëve të kohës dhe vjetësve të minutave që t'ja grabisin kohën dhe t'ja shpërdorojnë mundin e tij. Edhe pse ka shumë faktorë që mund të shpërdorojnë kohën e besimtarit, në këtë muaj të begat, duhet të dimë se armiku më i madh i besimtarit është vetja e tij. Armiku më i madh i besimtarit që e çon në humbje, që e çon në shkatërim, është vetja e tij. Është shpirti i tij që gjendet në kraharorin e tij me zbrimvet e tij. Armiku më i madh i besimtarit, pashallahu po, nuk ka armik më të madh se sa vetja e tij. Nëse e kaplon për tatësia, nëse mbizotrohet nga dembelizmi, nëse lidhet pas dynjas dhe nuk angazhohet me adhurim dhe vepra të mira. Shpirti, egoja e personit, anon nga epshet, largohet nga madhështia e adhurimit, për të rënë në poshtërimin e gjunaheve. Për të rënë në poshtërimin e gjunaheve. I shmanget madhështisë së robërisë në Allahut dhe ndjekjes kënaqësisë së Allahut për të zhytur në poshtërimin e ndjekjes së epsheve dhe dëshirave të veta. Shpirti i tillë vrapon mbas shpresave të rreme. Friksohet se mos humbet kënaqësitë e kësaj bote, ndërsa nuk ka as pak interes për atë që Allahu dhe i dërguari i tij kanë premtuar nga lumturia e përjetshme. Allahu dëshiron që shpirti i njeriu të lodhet në këtë botë. Njeriu, shpirti i tij të lodhet në këtë botë, që të pushojë në botën tjetër, që të rehatohet. Dhe rehatia nuk arrihet me rahati. Rehatia nuk arrihet me rahati. Prandaj Allahu i lartësuar do që shpirtrat tonë të lodhen në këtë botë për të fituar në botën tjetër. Por shpirti i njeriu të kundërshton këtë gjë. Dhe anon nga dembelizmi, nga përtatësia dhe rehatia e përkohshme. Prandaj le të zgjojmë vetët tona, Allahu na mëshiroft të gjithëve. Sepse kush e mund veten e tij, meriton të triumfojë mbi armiqtë e tij të tjerë. Nëse e mund veten që është armiku i tij më i madh, armiqtë e tjerë janë më të vegjël, janë më të lehtë për të mundur. Por edukoje njëherë shpirtin tënd, munde egon tënde, pastaj të tjerët do t'i mundesh me ndihmën e Allahut lartësuar. Ndërsa atë që e mund vetvetja e tij, armiqtë e tjerë do ta sulmojnë pa mëshirë dhe do ta dominojnë deri në pikën e fundit. Thot Allahu i lartësuar: "Fa idha ja'ati at-tamatu al-kubra, yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, wa burrizat al-jahimu liman yara, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya, fa inna al-jahima hiya al-ma'wa." Thot Allahu i lartësuar, e kur të vijë katastrofa e madhe, pra dita e gjykimit, atë ditë njeriu do të kujtojë atë që ka bërë. Dhe zjarri do të shfaqet hapur për çdo që sheh. Ndërsa ai që ka kaluar kufit, i ka kaluar kufit, e ka tepruar dhe ka parapëlqyer jetën e kësaj bote, vendbanimi i tij do të jetë xhehenemi, zjarri. Allahu lartëson na ruajt nga kjo. Thot
وأما من خاف وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Ndërsa kush I friksohet qëndrimit para Zotit të tij dhe ndalon veten e tij nga epshet, xheneti do të jetë vendbanimi I tij. Pra kështu të nderuar besimtar, ne duhet ti edukojmë shpirtrat tanë që të jenë të bindur ndaj urdhrave të Zotit dhe të kryejnë obligimet që Zoti na kërkon. Lut Allahun e lartësuar na bëj që të shfrytëzojmë sa më mirë ditët e këtij muaji dhe çastet e tij. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa tamu taslim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar besimtar, le ta kemi drejt Allahun e lartësuar, të friksohemi Allahut të lartësuar, të friksohemi daljes para Tij. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Friksojuni asaj dite në cilën do të ktheheni tek Zoti juaj. Dhe atë ditë çdo njeri do të marrë shpërblimin për punën që ka punuar dhe nuk do të bëhet as pak pa drejtësi. Dhe le të shfrytëzojmë mirësitë e Zotit, le të shfrytëzojmë çastet, flladet e mëshirës së Tij që ne të ekspozohemi para tyre, sepse Allah I lartësuar ka disa fllade prej mëshirës së Tij që prek me to këtë dëshiroj prej robërve të Tij. Dhe Ramazani është një prej tyre, dhe ne duhet që ta shfrytëzojmë atë për mirë të nderuar besimtar. Të mos jemi nga ata që I kthejnë shpinën urdhrave të Zotit dhe humbasin në këtë mundësi dhe mbeten të humbur dhe të dështuar. Thot Allah I lartësuar: inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Thot padyshim që përpjekjet tuaja janë të ndryshme, secili përpiqet në mënyrën e vet. Thot pastaj, duke I ndarë njerëzit në dy grupe, thot sa u përket atyre që japin lëmosh dhe janë të devotshëm dhe e besojnë shpërblimin më të mirë, pra xhenetin. Të tillë njerëz ne do t'i udhëzojmë për rrugën e lehtë. Allahu I lartësuar na bëf prej tyre. Thot wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. Ndërsa ai që është koprac dhe ndihet I pavarur nga Allahu, nga Zoti, dhe përgënjeshtron shpërblimin më të mirë, pra shpërblimin e Zotit, të tillë njerëz ne do ta lehtësojmë për në rrugën e vështirë. Allahu I lartësuar mos na bëf prej tyre. E çfarë do t'i bëj atij pasuria kur të bjerë në humner? Allahu I lartësuar na ruaj të gjithëve. O musliman, regjistrat e njerëzve të kujdesshëm mbushen me vepra të mira dhe ngrihen çdo ditë në shkallë të larta të mirësisë dhe devotshmërisë. Ndërsa ata që humbin kohën e shpenzojnë atë ndjekjen e epsheve dhe vetëm mbështeten në shpresa boshe ndaj Allahut të lartësuar. Sa keq për ta ditën kur do të takojnë Zotin e tyre me duar të bosh nga veprat e mira. Prandaj le të kemi frikë Allahun të gjithë ne o besimtar. Në shtrimin ndaj epsheve dhe humbja përballë tyre ka shenja dhe dukuri të qarta. Ndërto është se njeriu qëndron me orë të tëra para pajisjeve elektronike, në rrjetet sociale, apo kanaleve ndryshme televizorit, duke ngulitur syt dhe duke mbushur veshët me përmbajtje të pavlerë. Shoqërimi me njerëz të këqij, të cilët nuk të ndihmojnë në bindjen ndaj Allahut të lartësuar, nuk të udhëzojnë drejt mirësisë, nuk të përkujtojnë për të mirë dhe nuk të largojnë nga e keqja. Gjumi gjatë ditës, duke lënë pas dore faljen e namazeve obligative. Kopracia, ngurrimi për të dhuruar apo për ndihmuar të tjerët, sjellja e keqe, gjuha e ashpër, fjalët e rreme dhe zemra e ngurtë, ashpërsia në sjellje, vrasësia dhe një fytyrë e zemëruar dhe e zymt. Të gjitha këto janë shenja të dështimit. Prandaj të kemi kujdes o besimtar, të ndjekim rrugën e besimtarëve të parë,
ata njerëz që Allahu i lartësuar u kënaq me ta dhe i lavdëroi ata dhe dhan shembullin më të mirë të besimtarëve të devotshëm edhe në shfrytëzimin e këtij muaji, edhe në shfrytëzimin e këtij muaji të begat. Sepse nëse imitojmë dhe ndjekim rrugën e tyre, nuk do të mbetemi mbrapa dhe nuk do të humbasim. Ndërsa kushdo që imiton dembelët dhe dëgjon ata që e dekurajojnë, do të pendohet rënd dhe do të jetë me të padrejtët, me zullumqarët, në ditën kur pasuria dhe fëmijët nuk do të bëjnë më dobi. Thot Allahu i lartësuar: "Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allaha bi qalbin salim." Atë ditë pasuria dhe fëmijët nuk do të sjellin as pak dobi. Dhe dobi tek Allahu do të ketë veç se kush del para Zotit me zemër të pastër dhe të shëndetshme. Dhe thot Allahu i lartësuar, duke treguar për njerëz që do të pendohen, që janë shoqëruar me njerëz të pa përshtatshëm për të shoqëruar me ta: "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila." Dhe atë ditë i padrejti do të kafshojë duart e tij nga pendimi dhe do të thotë: "Ah, sikur të kisha marrë rrugën bashkë me të dërguarin. Mirë unë, sikur të mos e kisha marrë filanin për mik." Pra, këtu bëhet fjalë për njerëz apo gjithçka me të cilën shoqërohesh dhe angazhon kohën tënde dhe largohesh nga e vërteta. Ah, mirë për mua, thot, sikur të mos e kisha marrë filanin për mik. Ai më largoi nga këshilla dhe e vërteta pasi ajo më kishte ardhur, dhe me të vërtet djalli është gjithmonë tradhtar për njeriu dhe nënçmues për të. Lutim Allahun e lartësuar na bëj ta shfrytëzojmë jetën tonë, ditët e këtij muaji, çastet e këtij muaji për çfarë na afron tek Zoti jon. Lutim Allahun e lartësuar na fal neglizhencat tona dhe shpërqendrimet tona. Lutim Allahun e lartësuar na mëshirojë me mëshirën e tij të gjerë. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.